Dashi, në këtë ditë të re, lër zemrën të udhëheq në marrëdhëniet e tua. Komunikimi i hapur dhe i sinqert do të sjellë harmoni në jetë. Në punë, ndjenja e entuziazmit do të të ndihmojë të përballesh me sfida të reja. Mos hezito të ndash idetë e tua, pasi mund të frymëzosh edhe të tjerët. Sa i përket financave, është e mençur të bësh pak kursime, duke menduar për të ardhmen. Mbaj një ekuilibër mes shpirtit aventurier dhe përgjegjësive praktike. Nëse e ndjen nevojën për pak kohë për veten, mos e injoro. Një shëtitje në natyrë ose një mbrëmje e qetë me një libër të mirë do të të mbush me energji pozitive. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të mësuar dhe për të ecur përpara. Demi, sot është një ditë e ndritur për ty, ku energjia pozitive të rrethon. Në marrëdhëniet personale, përpiqu të dëgjosh më shumë dhe të shprehësh me dashamirësi mendimet e tua. Një bisedë e hapur do të forcojë lidhjet me ata që do në punë, mund të hasësh një mundësi për të treguar aftësitë e tua krijuese, mos e lër të ikë shansi. Financat duken të qëndrueshme, por është koha e duhur për të rishikuar buxhetin. Përqendrohu në prioritetet dhe shmang shpenzimet impulsive. Shëndeti mendor është kryesor sot, ndaj merr kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një seancë meditimi do të të mbush me qetësi dhe frymëzim. Kujdesu për veten me dashuri dhe përkëdhelje. Binjakët, ditën e sotme, energjia të ndriçon rrugën dhe të bën të ndihesh plot entuziazëm. Në dashuri, mendo 2 herë para se të bësh një hap të madh dhe dëgjoj instinktet e tua. Komunikimi i qartë është qelësi për të shmangur keqkuptimet. Në punë, shfrytëzo mundësitë që të ofrohen sot, por qëndro me këmbë në tokë. Kujdes me detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën. Financat mund të kërkojnë planifikim të kujdesshëm, shmang shpenzimet impulsive dhe rishiko buxhetin tënd. Ndjesia e përgjithshme do të jetë e lehtë dhe optimiste, duke të dhënë shansin të reflektosh mbi ëndrat e tua. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të ndjekur pasionet dhe për të eksploruar territore të reja. Mos nguro të jesh aventurier. Daforia. Sot, zemra juaj mund të ndjejë një val të re energjie dhe emocion. Në aspektin e dashurisë, është momenti i përshtatshëm për të shprehur ndjenjat tuaja dhe për të dëgjuar zemrën e tjetrit. Në punë, shfaqet një mundësi që kërkon përqendrim dhe vendosmëri, mos kini frikë të bëni një hap të guximshëm drejt një projekti të ri. Kujdesuni për financat dhe shmangni shpenzimet impulsive, pasi kursimi do t'ju sjellë qetësinë të ardhmen. Nëse ndjeni ndonjë presion, merrni frym thellë dhe kërkoni kontaktin me natyrën. Një shëtitje e shkurtër mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes suaj. Ndërkohë, është dita e duhur për të përqafuar ndryshimet dhe për të ushqyer shpirtin tuaj me mendime pozitive. Luani. Dita e sotme sjell energji pozitive dhe mundësi të reja për t'u shfaqur. Është momenti i duhur për të rikonsideruar synimet dhe për të bërë ndryshime të vogla që do të kenë ndikim të madh në të ardhmen. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Situata financiare po përmirësohet ngadalë, por këshillohet të jeni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, hapuni ndaj ndjenjave dhe komunikoni hapur me partnerin. Kjo do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Nëse jeni vetëm, një takim rastësor mund të kthehet në diçka më shumë. Ndiqni intuitën dhe mbajeni zemrën të hapur për surpriza. Kujdesuni për trupin dhe mendjen duke kaluar kohë në natyrë. Gërgjeresha. Dita e sotme do të sjellë një ndjenjë qetësie dhe reflektimi. Në jetën personale, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat e tua të sinqerta ndaj dikujt të veçantë. Zemra do të jetë e hapur për të dëgjuar dhe për të ndjerë. Sa i përket punës, përqendrohu në detajet e vogla, ato do të bëjnë diferencën. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të bësh kujdes me shpenzimet e panevojshme. Kërko mënyra për të kursyer dhe investuar me mençuri. Sot, përkushtoi pak kohë vetes për të medituar ose për të lexuar diçka që ke dashur gjithmonë. Ky është momenti për të gjetur harmoninë dhe për të vazhduar me besim në rrugën që ke zgjedhur. Teshoria. Sot, ajo ndjesia e balancës do të shkëlqejë në çdo aspekt të jetës. Në dashuri, është koha e duhur për t'i dhënë partnerit më shumë vëmendje dhe për të dëgjuar me zemër të hapur. Nëse je në kërkim të dashurisë, një shëtitje e qetë mund të sjellë një takim të papritur. Sa i përket punës, mund të hasësh sfida, por intuita jote e mrekullueshme do të të ndihmojë të gjesh zgjidhje të zgjuara. Financat kërkojnë pak kujdes, ndaj planifikimi do të jetë çelësi për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Gjej kohë për të reflektuar dhe për të ndarë momente të bukura me miq të ngushtë. Kjo do të të mbush me energji pozitive dhe do të ndihesh në paqe me veten. Akrepi. Dita e sotme do të sjellë një val të re optimizmi në jetën tuaj.
Në çështjet e dashurisë, lër ndjenjat të flasin dhe mos u tërhiq nga dialogu i sinqert me partnerin. Nëse je beqar, një njohje e re mund të sjellë dritë në horizon. Në punë, përpiqu të mbash fokusin, edhe kur rrethanat duket se të sfidojnë. Mund të krijosh mundësi për progres përmes vendimeve të guximshme. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme që mund të tundojnë sold. Mirëshëtitje në natyrë do të të dhurojë qetësi dhe do të rigjenerojë energjinë tuaj. Mos harro se çdo sfidë qëndron përpara për të forcuar dhe mësuar. Ndiq intuitën dhe qëndro i hapur ndaj mundësive të reja. Shigjetari. Dita e sotme sjell një frymë të re energjie që mund të shërbejë si frymëzim për të filluar projekte të reja. Është koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme në punë, ku kreativiteti juaj mund të shkëlqejë. Mos hezitoni të dëgjoni intuitën tuaj, pasi mund t'ju udhëheqë drejt mundësive të reja. Në dashuri, bisedat e ndjera mund të sjellin afërsi dhe mirëkuptim më të madh me partnerin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju zgjojë emocionet. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e tepruara. Kujdesuni për mirëqenien tuaj duke u marrë me aktivitete që ju relaksojnë dhe sjellin gëzim. Përqafoni ndryshimet me zemër të hapur, sepse ato premtojnë një të ardhme të ndritur. Britsjapi. Sot dita fillon me një energji të qetë që të mbush me siguri të brendshme. Në aspektin e punës, është koha ideale për të organizuar projektet dhe për të përqendruar vëmendjen në detajet që prirën të anashkalohen. Kushtoj vëmendje mënyrës se si i prezanton idetë e tua, qartësia do të jetë çelësi. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë një mirëkuptim të ri mes jush. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Sa për financat, shmang shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu në kursime afatgjata. Gjej kohë për t'u çlodhur, ndoshta duke lexuar një libër apo duke shijuar natyrën. Lejo që zemra të udhëheqë sot dhe gjej bukurinë në thjeshtësi. Ujori. Sot, universi ju ofron një ditë plot mundësi për rritje personale. Shpirti juaj kreativ ndriçon dhe ndjenjat e bukura do të mbushin zemrën tuaj. Në marrëdhëniet personale, dëgjoni me kujdes, dialogu i hapur do të forcojë lidhjet. Në punë, gjeni kohë për të organizuar dhe planifikuar me kujdes projektet që keni në mendje. Një qasje strategjike do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj shmangni shpenzimet impulsive, duke preferuar kursimet për qëllime afatgjata. Ndjesitë tuaja do të jenë të qeta dhe balancuara, por mos lini pas dore relaksimin dhe kujdesin për veten. Ndërmerrni hapa të vegjël por të qëndrueshëm drejt ëndrave tuaja dhe mbani mend se çdo ditë është një dhuratë e re për t'u përjetuar. Peshqit. Sot do të ndiheni si një det i qetë që fsheh thellësi të pafundme. Zemra juaj do të ndriçohet nga momente bukurie të papritura. Në dashuri, komunikimi i sinqert do t'ju ndihmojë të zbuloni anët më të bukura të partnerit. Nëse jeni vetëm, mos harroni se energjia pozitive tërheq dashurinë. Në punë, kreativiteti juaj do të vlerësohet, ndaj mos keni frikë ta shfaqni. Një projekt i ri mund të sjellë ndryshime të mira në karrierë. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni buxhetin me kujdes. Ndjesitë tuaja janë të mprehta dhe intuita do të jetë aleati juaj më i mirë. Jepini vetes kohë për reflektim dhe relaksim në natyrë. Frymëzimi vjen kur jeni në harmoni me veten.